Nga jashtë dukej si shtëpi e zakonshme fshati, por brenda saj ishte krijuar një laborator i sofistikuar droge në Jabllanicë të Pejës. Në një nga dhomat e katit të dytë u gjetën 10 rabim kanabisi. Për kultivimin e tyre ishin krijuar të gjitha kushtet e nevojshme. Nga lart, ngrohëset e avancuara energjetike, poshtë fleskueset e ajrit. Por që të gjitha u sekuestruan të shtunën nga policia, përfshirë edhe armë zjarrje të ftohta. Gjithsej jo natë një bim, sekuestrume, nga naltësia 1,50 m e 0,80 cm. Tu kemi hasë do me thonë pajisjet ndryshme, që jep me dyshuesi që nga fillimi, nga faza fillestare, janë tasat e voglat që dyshohet që janë me fidanet vogla të narkotikëve, deri në përpunimin fazë përfundimtare u shkryve për penal këtë lokacion. Krahas sekuestrimit pati edhe arrestim. Kemi arrestuar një të dyshuar për 3 vepra penale, 2 kanë të bëjnë nga kapitulli i substancave narkotike, si dhe për armbajtje pa leje. Por këto nuk janë veprat e vetme penale për cilat dyshohet. Të cilat i ka shfrytzuar për energji elektrike janë të kyqura në mënyrë ilegale. Në vendin e ngjarjes u thirr edhe avokatja e të dyshuarit. Po jam thirrë sipas detyrës zyrtare nga UDA Avokatëve të Kosovës, ndërkaq klienti im krejt çka më me thon këtë fazë është se është prezantuar mjaft bashkëpunues. Kështu në fund, pas përfundimit të aksionit, të gjitha bimet u asgjësuan qindra metra larg vendit ku ndodhej laboratori.